Përshëndetje, po fillimisht jemi bërë si epizodat e Netflixit, pra janë aktorë të njëjtë, loja është e njëjtë, rezultati pak a shumë është i parashikueshëm, pra kjo është këtë parashikueshmërinë e shikueshmërisë së të kuptimit të veprimit politik të partive politike në Kosovë jemi bodhe çesharake, pra nuk ka seriozitet, është i njëjti mentalitet, është i njëjta çështje, i njëjti narracion. Pra ne duhet të flitnim për mbajtje reformave të cilat duhet të bënim. Mirë, por nuk ka kërkesa shumë nga qytetarët dhe elita politike nuk po i merr seriozisht qytetarët, sepse mënyrën se si sillen pa llogaridhënie edhe na tregon që nuk besoj që mund të kemi ndonjë rezultat konkret. Pra e gjithë loja po luhet se kush po e fajson kënd, por rezultatet konkrete të prekshme, pra reforma ku flasëm për zhvillim, për mirëqenie, për fatkeq që nuk po shihen dhe nuk besoj që do t'i kemi. Po, dhe në këtë aspekt, zotëria Arifi, fillimisht tek çështja e takimeve, a jeni i mendimit se kjo mund të bëhet në mënyrë që mos të humbet edhe më shumë kohë? A mund të bëhet, e kam fjalën, para certifikimit të rezultatit, sepse dihet ky rezultat nuk do të kenë ndonjë ndryshim të madh, apo patjetër duhet pritet. Kjo sepse tashmë është vonë për gjithçka dhe marr parasysh që pastaj ta zëm edhe nëse konsiderohet kuvendi gjatë muajit korrekt, menjëherë është pastaj periudha e pushimeve verore të sesionit veror që përfundon të kuvendit të Kosovës. Unë prandaj potencova, është e vërtetë që në momentin që certifikohen rezultatet, gjithçka rrjedh me një limit kohor, edhe veprimet politike në drejtimin e institucioneve janë shumë të kufizuara, sepse gjykata kushtetuese në një farë forme i ka vizatu për fatkeq, kushtoshëm që të vizatoj për shkak të papërgjegjësisë politike që e ka kjo klasë politike. Dhe në këtë drejtim besoj që bisedime duhet ndoshta të shumë herët të fillonin, prandaj thash për çështje përmbajtësore, por partia në pushtet e ka kufizu krejt narracionin vetëm në një pozitë. Dhe normalisht që krejt debati fokusohet kush do bëhet president, por askush nuk bisedon çka me politikat reformat shëndetësi, në ekonomi, në integrim evropiane, humbja e fondeve ndërkombëtare, tjera. Pra, në këto gjërat përmbajtësore askush nuk bisedon. Pra vetëm për pozita, krejt loja është për një pozitë duke menduar që ne jemi Zvicër. Pra po të kishim qenë si Zvicra, ndoshta është edhe e logjikshme të bisedohet për një pozitë, por kur një vend që ka nevojë për reforma shumë të thella, besoj që vetë jemi vonuar në çështjen e dialogut mes partive politike, përveç se nëse ato e kanë ndërmend vetëm për atë pozitë të bisedojnë, ajo mund të bëhet brenda një ore, nuk është problem. Por çka tutje, çfarë reforma do të bën, çfarë zhvillimi, dhe një qeveri me 61-62 vota, e cila mbaret nga një votë e një minoritetit, pakic jo serbe është pak kjo po tregon që mënyra e drejtimit të zhvillimit të vendit është në këtë formë. Pra gjithçka është në miniaturë, jo me një vizion zhvillimor. Dhe në këtë drejtim prandaj thash nuk kam shumë shpresa, po shpresojmë që të na befasojnë, por esenca është që të diskutohet për politikat të qeverisjes, sepse vetëm pozita e presidentit nuk do të ndihmojë as zotin Kurti, as partitë opozitare, po as shtetin.